Në këtë edicion do të ndiqni. Ambasadori i Finlandës Matti Nissinen viziton Gjakovën. Nxënësit arsimit para universitar nga hëna nisin pushimet pranverore. Ditari i dëshmorit Ilir Hoxha tashmë i letrarizuar dhe në duar të lexuesve. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Ambasadori i Finlandës Matti Nissinen ka vizituar sot Gjakovën në takim me kryetarin Ardian Gjini. Ambasadori Nissinen ka folur për mënyrën e thellimit të bashkëpunimit mes institucioneve finlandeze dhe komunës së Gjakovës. Kryetari i komunës së Gjakovës Ardian Gjini ka pritur sot në takim me ambasadorin e Finlandës në Kosovë, Matti Nissinen. Gjini tha se Finlanda është një ndër mbështetësit më të mëdha të Kosovës dhe se ky takim përbën një kënaqësi të veçantë, pasi shërben si një rikonfirmim i bashkëpunimit të ndërsjellë. Faleminderit shumë, është kënaqësi me prit në Gjakov, ambasadorin e Finlandës në Kosovë, edhe shefin e UNICEF-it në Kosovë. Finlanda është një ndër mbështetësit të mëdhtë të Kosovës. Edhe para shpalljes pavarësisë dhe gjatë pavarësisë, edhe tash kemi histori të veçantë me Finlandën, edhe këto marrëdhënie vazhdojnë. Po ashtu me UNICEF-in, komuna e Gjakovës ka pas bashkëpunim të jashtëzakonshëm deri tash. Kemi pas shumë projekte të përbashkëta dhe sidomos shkollat tona, fëmijët tonë, sistemi i arsimit kanë përfituar prej këtyre projekteve. Kështu që është një kënaqësi me i prit sot në një takim i cili po ashtu është rikonfirmim i vazhdimit të këtij bashkëpunimi. Nga ana tjetër, ambasadori i Finlandës Matti Nissinen theksoi rëndësinë e këtij bashkëpunimi, duke shtuar se sot kemi një mision të veçantë ku po fokusohemi në arsim dhe të rinjët sepse e konsiderojmë një element shumë të rëndësishëm. Ishte një kënaqësi e madhe të vizitoja sërish kryetarin e komunës. Është gjithmonë një kënaqësi e veçantë. E vlerësoj shumë bashkëpunimin që kemi në baza të rregullta. Prandaj edhe shpreha miniohen ton kryetarit për punën e mirë që po bën për komunën dhe për përfitimin e bashkëpunimit ton dypalësh mes Kosovës dhe Finlandës. Sot kemi një mision të veçantë. Jemi bashkë me UNICEF-in dhe po fokusohemi në arsim dhe të rinjt, sepse konsiderojmë një element shumë të rëndësishëm për çdo kom të investojë në njerëz. Jemi të lumtur që po shohim mundësitë dhe projektet që po realizohen këtu në Gjakovë dhe jemi të emocionuar për mundësinë që kemi sot. Takimi sot mes kryetarit Ardian Gjini dhe ambasadorit të Finlandës shënon një tjetër hap drejt themelimit të bashkëpunimit mes komunës së Gjakovës dhe institucioneve finlandeze me theks të veçantë në fushën e arsimit dhe mbështetjes për të rinjët. Dje është miratuar rregulloria që eliminon procedurën e rivlerësimit për personat e verbër si një kërkesë kyçe nga ky komunitet. Kështu ka bërë të ditur ministri Ekuran Murati në faqen e tij në Facebook, ndërkohë ky vendim është mirëpritur nga Mark Pietraj, përfaqësuesi i komunitetit të verbërve në kuadër të shoqatës Gjakova. Dje është miratuar rregulloria që eliminon procedurën e rivlerësimit për personat e verbër si një kërkesë kyçe nga ky komunitet. Kryetari i shoqatës së të verbërve Gjakova, Mark Pietraj, ka mirëpritur rregulloren e re të nënshkruar nga ministri i Financave Ekuran Murati, duke e cilësuar atë si një hap pozitiv dhe të shumë mirëpritur për komunitetin e të verbërve në Kosovë. Shoqata e të verbërve Gjakova e ka mirëpritur rregulloren e cila është nënshkruar nga ministri i Financave Ekuran Murati, pasi që përmes kësaj rregullore personave e verbër, të cilët e kanë kategorinë e parë, nuk do të kenë nevojë më të shkojnë në vlerësime dhe rivlerësime, pasi që me të vërtetë ky ka qenë një maltërtim, nëse një person 1, 2 apo 3 herë ka qenë nëpër komisione dhe është vlerësuar që është person i verbër, ka qenë pak kuptueshme se pse ai njeri duhet përsëri të nënshtrohet atij komisioni. Ai gjithashtu vlerësoi ndryshimet që janë bërë në përbërjen dhe funksionimin e komisioneve, të cilat sipas tij do të sjellin më shumë efikasitet dhe drejtësi në procesin e vlerësimit. Po ashtu, këtu ka disa ndryshime të pjesa e komisionit, të cilat edhe këto janë të mirëseardha për personat e verbër dhe në përgjithësi për të gjithë komunitetin e të verbër në Kosovë, me qenë se nuk ka nevojë më një qytetar i verbër që të shkojë 2, eventualisht 3 herë nëpër komisione në Prishtinë, pasi tash direkt do të shkojë në vetëm një komision, ai do ta vlerësoj se ai është shkallë e parë apo shkallë e dytë.
Pjetrej në fund shtoi se kjo është një fitore për gjithë komunitetin e të verbërve në Kosovë dhe një hap drejt një trajtimi më dinjitoz dhe më të drejtë për personat e verbër. Të gjithë fermerët e interesuar mund të aplikojnë për thirrjen e hapur për subvencionimin nga Ministria e Bujqësisë. Gani Hajdari nga Drejtoria e Bujqësisë në Gjakov apelon të fermerët që të shfrytëzojnë mundësinë e aplikimit duke qenë të kujdesshëm edhe në dorëzimin e aplikacioneve me kohë, proces ky i cili këtë vit ka disa ndryshime të vogla. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka hapur periudhën e aplikimit për pagesa direkte, subvencione për fermerët në Kosovë, ku përmes kësaj thirrje synohet që të zhvillohet sektori i bujqësisë dhe të përkrahen fermerët në Kosovë. Drejtori i Bujqësisë Gani Hajdari ka bërë të ditur se aplikimi bëhet përmes platformës zyrtare dhe fermerët duhet të aplikojnë për tokat që i kanë të mbjella, duke ndjekur procedurat e zakonshme që kanë qenë në fuqi edhe në vitet e kaluara. Është e hapur thirrja publike për pagesat direkte në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë. Tash fermerët kanë filluar në aplikimin për pronat që kanë në të mbjellra. Hajdari theksoi se këtë vit nuk ka ndryshime të mëdha në procedurat e aplikimit, por njërisi është se nuk është më e nevojshme të dorëzohen faturat për pleh. Forma edhe procedurat e subvencionimit janë të njëjta, si vitet e kaluara. Ka dallim se fermeri direkt bëhet kalkulimi i plehut, ose nuk ka nevojë që të sjellin fakturat e plehut. Tu vlen të ceket se fermerët të cilët qoftë persona fizik, qoftë persona juridik, që e kalojnë shumë mbi 30.000 euro të subvencionimit, ata janë të obligueshëm që të regjistrohen si firmë. Lidhur me dëmet që janë shkaktuar nga kushtet e këqija atmosferike, drejtori Hajdari tha se komuna ka ndjekur procedurat për kompensimin e dëmeve, edhe vitet e kaluara dhe në një pjesë e tyre është kompensuar nga Ministria e Bujqësisë. Ne si komunë kem pas vite të kaluara, po flas kem pas 2 herë dëme, ne kemi një procedurat, një herë jemi pagu dëmet që kanë ndodhur nga Ministria e Bujqësisë. Presim edhe herë në vitin e kaluar që kem pas dëmet, janë vetëm procedurë që të bëhen ato pagesa. Drejtori Hajdari u bëri thirrje të gjithë fermerëve që të aplikojnë me kohë dhe të mos e lënë aplikimin në ditët e fundit për të shmangur fluxin dhe pritjet e gjata, ndërkaq thirrja për aplikim do të jetë e hapur deri me 2 maj 2025. Të gjithë nxënësit e arsimit parauniversitar sot kanë përfunduar periudhën e parë të gjysmëvjetorit të dytë për vitin shkollor 2024-2025. Nxënësit i kthehen mësimit të rregullt më 14 prill pas 9 ditëve pushimi bashkë me vikendet. Bazuar në kalendarin shkollor, nxënësit e arsimit parauniversitar nga nesër nisin pushimin pranveror, megjithse 9 ditë pushim bashkë me vikendet, por prilli sjell edhe ditë të tjera pushimi për shkak të festave zyrtare, duke quar numrin total të ditëve pa mësim në 6, ndërsa ditë pune vetëm 16. Mësimdhënësja në shkollën fillore Kölmen Rizvanolli na tha se procesi i vlerësimit shkoi shumë mirë. Procesi i vlerësimit po shkon shumë mirë, deri tani vetëm janë vlerësuar, pasi sot është vetëm edhe dita fundit për këtë 3 mujorsh. Klasat e para dhe dyta nuk kemi vlerësim, ndërsa tretat, katërtat dhe të pestat janë vlerësuar, meqense se instrumentet e vlerësimit janë përcaktuar, do të thotë prej fillimit vitit shkollor, mbas atyre instrumenteve, kështu edhe janë vlerësuar nxënësit. Edhe nxënësit u pan të jenë të përgatitur për pushimet pranverore. Jena të shku në shpe dhe jena të përgatit për pushimet pranverore. Pastaj me 14 prill kena më kthy në shkolla dhe kena më mësu gjëra të reja. Nga ana tjetër, profesoresha në shkollën ekonomike Kadri Kusari shprehu se nuk parashikohet ndikimi i ditëve të pushimit në planifikimin mësimor të muajit prill, megjithse numri i ditëve të punës është i vogël. Mendoj që na do ta gjejmë një zgjidhje si zakonisht që e bëjmë. Kështu që do të jetë 100% plani i realizuar, ose mundet me pas për shkak të festave dhe pushimeve që janë, mundet
te disa landë mes mu përmbush, te disa landë përmbushet. Varësisht që i bjen orari i mësimit me pesen në radhë. Ndërsa nxënësja Argenita Shala nga Shkolla Ekonomike tha se procesi i vlerësimit po zhvillohet siç duhet, duke marrë parasysh të gjitha mjetet e vlerësimit si ese dhe teste. Mendoj që do të ndikojnë në mënyrën pozitive, duke na dhënë mundësi për mu përgatit më shumë edhe me qenë më të gatshëm. Në shkollën tonë jemi drejt përfundimit të procesit të vlerësimit, por shkon në mënyrën e duhur, duke marrë parasysh të gjitha instrumentet, duke përfshirë këto projektet, eset, testet e të tjera. Megjithatë, është e rëndësishme që nxënësit dhe mësimdhënësit të mbajnë ekuilibrin mes pushimeve dhe mësimit për të arritur rezultatet më të mira të mundshme. Të gjitha dorëshkrimet e dëshmorit Ilir Hoxha janë përmbledhur në një libër me titull Ditar i jetës sime, promovimi i të cilit u bë sot në organizim të shoqatës intelektualve Jakova. Shoqata e intelektualve Jakova ka promovuar sot librin e dëshmorit Ilir Hoxha me titull Ditari i jetës sime. Ky promovim mblodhi intelektual, familjar e ardashës të Penës për të nderuar ato çfarë dëshmori Hoxha la pas. Kryetari i komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, në fjalën hapse tha se ky libër është një histori e jona, jo vetëm e Ilirit. Pavarësisht që familja din shumë ma shumë se që mundet me u shkruaj në një libër për birin e vetë, tash ky libër nuk është mo veç i familjes. Ky libër është i joni, më thonë është i gjithë qytetarëve, i gjithë atyre që dojnë me e lexu, është histori e jona. Nuk është vetëm tregimi për Ilirin. Në këtë libër tashmë e gjejmë një copë tregimi fantastik për luftën tonë për liri. Ky libër është një dëshmi e gjithë përjetimeve të popullatës së Kosovës në vitet 1998-99, tha kryetari i shoqatës së intelektualve Jakova, Rushdi Sefa. Ky libër që po e promovojmë këtu së bashku është një dëshmi e përhershme për të ruajtur në kujtesë dhe për të mos harruar vitet 1998-99 dhe gjithë ato që ka përjetuar popullata shqiptare e Gjakovës, e fshatarëve të Gjakovës dhe jo vetëm. Redaktori dhe njëherët profesori i dëshmorit tregon se Iliri kishte filluar që nga mosha 15 vjeçare të shkruante në ditar. Përveç angazhimit të madh në përvetësimin e dive të reja në lëndët të ndryshme të mesimore, kishte edhe filluar të mbaj edhe një ditar, të cilin e kishte filluar me 2 shtator të vitit 1996 deri të cilin në mënyrë të vazhdueshme e ka mbajtur deri më 23 mars të vitit 1999. Ai ishte fare i ri kur filloi të shkruante ditarin e tij. Ishte vetëm 15 vjeçar, një gjë e pazakontë për një moshë të tillë. Ndërsa Emanuel Bajra, recenzenti i librit, tha se shpirti luftarak që Iliri kishte, ishte ajo që ai shfaqi e që i nevojitej këtij vendi. Sot do të ishte një aset shumë i vlefshëm, jo vetëm për krijimtari, por për atë shpirtin luftarak që kishte, për atë dinamizmin që na nevojitet e i nevojitet i vendi. Por mbi të gjitha mbetëm shumë i lumtur që e patëm. Na ishte një udhërrefys i rëndësishëm i jetrave tona, na motivoi tepër. Edhe me të vërtetë siç thonë, disa zogj nuk janë të destinuar të qëndrojnë mbyllur. E sa hije i paska Iliri ton të jetë heroi i kombit, heroi i Kosovës, lavdi i jetës së tyre. Për kontributin e dëshmorin Ilir Hoxha në radhët e UÇK-s, foli përfaqësuesi i shoqatës së veteranëve të UÇK-s, Avdyl Zeneli. Iliri me 3 qershor, vitit 1998, në moshën 17 vjeçare u bashkua UÇK-s. Në shtabin lokal të fshatit Sërmjan. Pavarësisht moshës së re, Iliri tregoi guxim të jashtëzakonshëm në betejë kundër forcave serbe. Pas ofensivës së Gushtit të vitit 1998, Iliri vazhdoi aktivitetin e tij luftarak në rajonin e Dushkajës. Kurse me 26 mars 1999, Iliri u sistemua në brigadën 135 Agim Zeneli në fshatin Buqan. E krenar për djalin e tij që dha jetën për liri ishte Masari, babai i Ilirit. Po kujtime kam boll. Krenarja në boll që kom posa si djali,
Shka me bon, mas i ka dhënë jetën për liri, është rregull. Në udhëheqjen e profesoreshës Migena Arllati, u lexuan edhe disa nga fletët e këtij ditari, tashmë të botuar. Aty vrejmë se sa dëshpërohet për vrasjen e luftëtarëve, se sa mërzitet për dorëzimin e armëve. Akti ndodhur në shtator të 98-s, me cilin akt në shkrimi ai nuk u pajtua. Prandaj, në pranverën e vitit 99, ju ribashkua radhëve të UÇK-s, tani jo në Cermjan, por në brigadën Agim Zeneli, për të mos u larguar deri në momentin e fundit të jetës, 4 prill 99, kur ra në altarin e lirisë. E shkruar brenda një periudhe 3 vjeçare, ky ditar u leterarizua pas gati 3 dekadash nga rënja e dëshmorit për liri. Atleti Tiron Mamusha këtë diel do t'jetë pjesë e një gare tjetër të rëndësishme në shtegun prej 10 kilometrash në qytetin e Beratit. Atleti gjakovar do të sfidoj vetën në konkurencën e 40 shteteve ndërkombëtare. Atleti Tiron Mamusha të dielen merr pjesë në garën 10 kilometrëshe që do të mbahet në qytetin e Beratit në Shqipëri. Mamusha tha se gara Berat Marathon Green është e rëndësishme për të. Garë shumë e popullarizuar në momentin, vitin e kaluar kanë marrë diku për mbi 40 shtete, mbi 40 shtete pjesëmarrëse. Ka qenë vërtet një konkurrencë shumë e fortë vitin e kaluar edhe par vjet, edhe si vjet pritet me pas konkurrencë. Unë do të garoj 8 kilometra, bashkë me mua do të jetë edhe një shok i jam, Driran Kumnova, që do të vrapojmë dy vet nga Gjakova, edhe ai do të jetë 8 kilometra, tash ta shohim edhe ecurinë si po shkon. Tashme kur atleti Mamusha ka të i kaluar lëndimin e para disa muajve, është në formë për të arritur edhe me tej rezultate në Shqipëri. Kam pas disa gara që i kam organizu, kanë qenë, do më jam formë të mirë, më thonë, edhe ta shojmë në fund gare që është përgalojnë. Çka për ata? Ja, gjithmonë për mu pjesëmarrja në gara është pjesë, qëllimi jam kryesor është podiumi, në top 3-shën e parë, edhe ta shojmë tash edhe këtë garë që përshkojnë. Kujtojmë se atleti Mamusha në 2 javët e shkuara ka fituar edhe 2 kompeticione të tjera në Greqi dhe Maltë, ku në të 2 vendet u rendit i dyti. Basketbolistët e Gjakovës kanë humbur mbrëm kundër Megasportit me rezultat 68-71. Kjo ndeshje u zhvillua në kuadër të finaleve për inkuadrim në ligën e parë. Ndërkaq loja e kthimit do të luhet në Prizren, ku ekipi me 2 fitore kualifikohet në ligën e parë. Klubi basketbollit Gjakova ka humbur mbrëm në palestrën e sportit Shaninushi në Gjakov kundër Megasportit me rezultat 68-71. Kjo ndeshje është zhvilluar në kuadër të finaleve që janë në inkuadrim nga liga e dytë në ligën e parë. Klubi mysafir filloi ndeshjen me mirë se vendasit, duke dominuar në çerkën e parë, i cili përfundoi me rezultat 13-22 për Megasport. Edhe çereku i dytë i takoi Prizrenasve, të cilët ishin shumë të saktë dhe fituan me rezultat 16-12, e rezultati i pjesës së parë ishte 25-38 për Megasport. Gjakovarët në çerekun e tretë bën lojë më të mirë me mbrojtje të fortë dhe gjuajtje precize, duke fituar këtë çerek me rezultat 24-14, e rezultati i përgjithshëm në tabel i takonte Megasportit 52-49. Çereku i katërt ishte më i baraspeshuar, ku të dy ekipet shënuan nga 19 pikë, por rezultati përfundimtar ishte Gjakova 68, Megasport 71. Kapiteni i Megasportit tha se këtë lojë ndikoi komponimi i skuadrës. Këtë takim e kam vendosur mbrojtja e fortë e jonë, sidomos mbrojtja zonale që e kthy me 2 çerek tjerë, me ngarkimin me faullat qendrave tona, atëherë u detyruam me luajtë zonë 2 çerek tjerë. Se kena pas plan, kena përgatit lojën më ndryshe, po që me bo faullat, kështu që u dësht më këthy në zonë dhe kena luftu gjithë si ekip dhe në fund. E trajneri i KB Gjakova, Hektor Grezda, tha se kanë ndikuar gjujtjet për 3 pikë që ishin të shumta dhe të pasakta. Kundërshtoj lujke zonë. Ne kem 3 lojtarë të mirë që të shëtojnë 3 pikë, dështu në 3. Kështu që kjo është ajo se na hupëm lojnë. Po, basketbolli, këtu e ka, dikush fiton, dikush hup. Që pretin lojnë? Lojnë këthyshën për zënë, du të mjabë ma tepër, sidomos mbrojtjes. Mbrojtje katastrofë kësët.
Ndërkaq luaja e kthimit do të luhet në Prizren ku ekipi me 2 fitore kualifikohet në ligën e parë. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti vranët e mëreshje shiu, me temperatura që kanë lëvizur nga 6 deri në 13 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizi nga 7 deri në 18 gradë Celsius, karakterizuar nga moti vranët e me diell. Moti vranët e mëreshje shiu do ta karakterizoj të dielën, me temperatura që do variojnë nga -2 deri në 9 gradë Celsius. Ditën e hënë pritet të mbizotrojë mot me diell e vranësira të kohë paskoshme, me temperatura që do lëvizin nga -2 deri në 7 gradë Celsius. Për të martën parashihet moti ngjajshëm, me temperatura që do lëvizin nga -1 deri në 9 gradë Celsius. Moti vranët e me diell parashihet edhe gjatë së mërkurës, shoqëruar me temperatura 0 deri në 11 gradë Celsius. Edhe për të ajntën parashihet moti vranët e me diell, me temperatura që do variojnë nga 4 deri në 14 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Ambasadori i Finlandës Matti Nissinen viziton Gjakovën. Nxënësit arsimit para universitar nga hëna nisin pushimet pranverore. Ditari i dëshmorit Ilir Hoxha tashmë i letrarizuar dhe në duar të lexuesve. Me kaq po përfundojmë këtë edicion qendror të lajmeve. Ju mund vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.